Përshëndetje të nderuar antar të Unionit Kombëtar të Emigracionit Shqiptar. Unë jam Hitër Buci, kryetar i Unionit Kombëtar të Emigracionit Shqiptar. Ju drejtohem sot me një thirrje të rëndësishme në lidhje me procesin zgjedhor që do të zhvillohet me 11 maj 2025. Ju lutem që të jeni të kujdesshëm dhe të qëndroni të pa angazhuar politikisht. Mos ju përfshini me asnjë parti politike, qoftë ajo e majt apo e djathtë. Ju inkurajoj të merrni pjesë në zgjedhje si qytetar të thjeshtë. Korrespondentët e gazetës Zëri Emigranti duhet të ndjekin zhvillimet zgjedhore në mënyrë të paanshme dhe pa ndërhyrje. Nëse konstatoni parregullsi, informoni qendrën vetëm me prova konkrete, jo me thashëtheme. Mos krijoni konflikte apo incidente, sepse ndërhyrja në procesin zgjedhor për çfarë do arsye është rreptësisht e ndaluar. Detyra juaj është vetëm të evidentoni çdo parregullsi dhe ta përcjellni atë në qendër. Më pas, qendra do të vlerësoj dhe do të referoj të organet përkatëse. Ju falenderoj për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin. Për çdo paqartësi mund të kontaktoni nëpërmjet Messenger ose WhatsApp. Me respekt, Hitër Buci, kryetari i Unionit Kombëtar të Emigracionit Shqiptar.